Një aksident rrugor është shënuar mëngjesin e sotëm në aksin Kanin Vlorë pranë zonës së bypassit të Vlorës. Në aksident janë përfshirë 2 automjete, një mjet tip Ford dhe një mjet tip Volkswagen. Sipas të dhënave paraprake, automjeti tip Ford drejtohej nga një 33 vjeçar, ndërsa mjeti tjetër tip Volkswagen drejtohej nga shtetasi VK. Si pasojë e përplasjes, drejtuesi i mjetit Volkswagen ka mbetur lënduar dhe është transportuar me ambulancë drejt Spitalit Rajonal të Vlorës, ku pas ndihmës së parë mjekësore raportohet se ndodhet jashtë rrezikut për jetën. Drejtuesi i mjetit Ford i është nënshtruar testit e alkoolit, nga i cili ka rezultuar me nivel 0,0 mg, ndërsa grupi hetimor po vijon verifikimet për të përcaktuar shkaqet e aksidentit. Paraprakisht dyshohet se përplasja mund të ketë ndodhur si pasojë e shpejtësisë ose e një manovre të gabuar në rrugë, por do të jetë ekspertiza e policisë rrugore ajo që do të sqarojë dinamikën e plotë të ngjarjes. Në vendin e aksidentit kanë mbritur shërbimet e policisë rrugore dhe grupi hetimor, të cilët kanë kryer matjet përkatëse, kthyrjen e vendngjarjes dhe veprimet procedurale. Për disa minuta qarkullimi në këtë segment rrugor është vështirësuar, ndërsa policia ka bërë të mundur disiplinimin e trafikut dhe shmangjen e bllokimeve të mëtejshme. Aksi Kanin Vlorë dhe zona e bypassit mbeten segmente me lëvizje të konsiderueshme automjetesh, ndaj drejtuesve të mjeteve u kërkohet të tregojnë kujdes të shtuar, të respektojnë sinjalistikën rrugore dhe kufijtë e shpejtësisë.